Qyteti i Shkupit ka reaguar në lidhje me shkaravitjen e mbishkrimeve në gjuhën shqipe në kryeqytet. Ata dënojnë këto akte vandale, ndërsa thonë se në vazhdimsi po përballen me këto probleme. Qyteti i Shkupit po ballafaqohet me probleme për mbrojtjen e sinjalizimit rrugor, tabelave informative dhe tabelave të objekteve infrastrukturore. Do të thotë, bëhet fjalë për tabela edhe në maqedonisht, edhe në shqip, si dhe me sinjalizimet rrugore. Sinjalizimi në vazhdimsi është në shenjë të vandaleve të papërgjegjshëm, të cilët i shkatrojnë me ngjyra, nxjerrin komplet ose thyen një pjesë të tabelave të vendosura. Theksohet në qendrimin e qytetit të Shkupit. Autoritetet e qytetit të Shkupit apelojnë që veprime të tilla mos të ndodhin në të ardhmen, nga se për ndryshimin e këtyre tabelave shpenzohen në mënyrë të panevojshme para të qytetarëve. Qyteti i Shkupit po bën përpjekje që sinjalizimin e dëmtuar ta rinovojë, ndërsa dënon incidentet e tilla dhe bën apel që të mos prishet e mira publike për arsye se në mënyrë të panevojshme ndahen para nga qytetarët për zëvendësimin e sinjalizimeve. Njoftojnë nga qyteti i Shkupit. Përndryshe, ditë më parë, televizioni Shenja alarmoi për dëmtimin e shumë tabelave me mbishkrimet në gjuhën shqipe. Madje, njëra për këtyre tabelave ndodhet jo më larg se 100 metra prej godinës së qeverisë. Ndërkaq, gjuha shqipe edhe në vendet dhe institucionet ku përdoret me shumë gabime. Kamera e televizionit Shenja ditë më parë kapi disa shtrembërime të gjuhës shqipe të bëra në klinikën universitare të syve në Shkup. Kena marrëveshje me fondin 2014 vjeçare. Ishte një nga të shumta gabimet në përkthim në këtë klinik, në të cilën drejtori është shqiptar.